ka qenë, po ka niku njerëzit shkretuar. Ka ngelur një me qarë është gejnë, sa plej që edhe. Po këta që kanë betur me qaj sigurojnë jetesën? Me të keq, me vuajtje, me halle. Ja, të kesh nusje, e ajo vuan. Unë e brenda shtëpi, unë tutje nuk dalë. Se së rri do të na mezi. Nga familja juaj keni pasur të larguar, janë larguar nga fshati? Po, qunin e vogël ande kam na fin, me familje. Andesh. Mendon ai të rikthehet sërish? Po vinë me fëmijët e tu e gjanë. Ku vinë fëmijët me të tu? Qopat ande u lindën, ande u rritën. Kthejnë me këto, ku do vinë këtu, dhe ja si që shikoni shkretira. Ku do vinë? Edhe unë që jam pleqëri, më rëzitem, jo, ato janë të re, do në bredh, do në të dalin. Ku do dalë që? Ka këtu? Tu e shu, shati shkret. Sa njerëz ka fshati? Po qa të themë në shkret, se unë e di, po. Që je mallar poshë, ande i themin e agallar, i thoshin për para, ata janë shkretuar të kanikur. Kanikur, mos e madhe ka vdekur. Të rinjt janë larguar, jo në Itali, jo në Greqi, jo. Ska malla ndë poshë, u mbyll, i themi neve. Ka ngelur një me gjikë këtu e la. Po, tokat kush ja punon, nuk din kush I që anusja vuon kështu me të keq. Me kasëm, punon me tokat me kasëm, s'ka. Mjetë s'ka, të rinjt u largojnë të ata që punonin, u largojnë të rinjt, s'ka, me kasëm vuon anusja. Me të keq. Qa të bëj? Ja rriti, jep njeri. Ja marë pensionin, o pensionin së del për ilacet. Nuk del për ilacet. E rrita unë tha, i thoshte ati e. Qa rriti mu dalek unë rriti. As del për ilacet, pa dava për tirat, të mbyllë hallet e shtëpisë. Po për nuse tani, si bëhet talli, të rinjt e fshatit? Iq, ngelen pa martuar qunat. Disa quna ka këtu, janë largor të, s'ka, së vjen njeri këtu. Kur ka qenë koha e fundit kur në këtë fshat ka ardhur një nuse, periudha? Qa them në shetë po ben shumë, mbaj mendu. Po ben, qa shumë po ben. Po ben shumë, po ben, se shbe dasëm tu. Mos me 10 vjetë, me po ben, qa 10 vjetë. Po ben shumë. Që prej 10 vitesh në këtë fshat nuk ka pasur? Jo, nuk ka pasur.